bekun përderisa jeni në vendin më të mirë, në qytetin e dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju kemi thënë dhe herë tjera që u bë qyteti dashur kur kufarët apo ato mosbesimtarët e Mekës e përzon nej. Dhe Allahu i hapi një dritë jeshile bashkë me Medinën e bekune. Dhe këtu në Medinë për të ardhur ka bën një rrugë të gjatë nga Meka dhe në Medinë. Dhe kjo rrugë e gjatë u bën shkak që me të arrit në Medinë të ndërtohet xhamia e parë, apo si quhet ndryshe Mesxhidi Kuba. Inshallah ne do shkojmë ta shohim, ta vizitojmë, kemi vizituar herë tjera, por ta dini se umra në përgjithësi është udhtim shpërblimesh, udhtim falje gjinafesh, udhtim kërkesë falje dhe mëshire Zotit edhe për njerëzit e tjerë që s'kan mundësi që të jenë këtu. Pra i gjithë qyteti, të gjitha adhurimet të janë shpërblime të jashtëzakonshme. Por kur jemi tek Mesxhidi Kubaja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sapo mbreti në Medinë, edhe njerëzit e pritën me një dashuri të jashtëzakonshme. I kanë këndu, e kanë lavdru, dhe një nga qëllimet e njerëzit ishte kush ta marrë i pari në shtëpi. Dhe të gjithë munduan, nërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e latë lirat dhe realiti dhe ku të ndalohet ato, atje do të jetë bojtina për atë natë. Dhe pikërisht në atë vend që ndalohet e veja është edhe xhamia Kuba. Edhe është ndërtuar sikur themi atëherë, keni parasysh me ato halla, me ato telashe, një njeri domethënë i përzon nga shtëpia e tij, as pasuri, as i xhamë vetë, me përjashtim dy teve vetë, edhe ato njënë e një dhaj po Bekri, Allah më shiroft ai që e shoqëroi. Por ajo që shohim apo që duhet përfitojmë, ka do të lëvizjen e përpot, herën e parë njeriu do të shohë vendin ku adhurohet Zoti. Ka do të lëvizjen e përpot, leni gjithçka për mbrapa, vetëm mos leni imanin, besimin atë do ta merrni me vete, sikur e mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ngeli kjo xhami dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ata që e vizitojnë këtë xhami, falin 2 rekat namaz, apo dalin nga shtëpitë e tyre, marrin abdes, vënë me korrektësi, se një nga shkaqet që ne do hyjmë në xhenet është korrektësia. Dhe një nga borët e parë, në vendin e parë që ishte për korrektësi, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë edhe ata që se kanë besuar janë çudit me korrektësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha ai i cili udhton tek xhamia Kuba, i fal 2 rekat namaz, kthehet edhe vjen tek shtëpia apo tek hoteli siç jemi ne, ka shpërblimin e një umre. Pra shpërblimi i një umre me përfitu pa u lau hiç. Pa u lau fare vetëm me shpërblimin e Zotit xhallahu. Por ajo që e përmendi dhe drejtuesi i agjencisë Hoxha Idris, Allah e bekoft inshallah, korrektësia është ajo që na lidh, apo si do ta themi gjithë besimi islam është korrektësia. Dhe do shkojmë të xhamia, do falim 2 rekat namaz, do caktojmë edhe orarin afërsisht 30 minuta për gjithë, dhe gjithë në të thëmë mësënit tek autobusi. Më në inshallah do të vizitojmë edhe malin e Uhudit. Edhe ajo është mali i shpërblimit, mali i mirësive, mali i dashurisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po sigurisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai mal na don ne dhe ne e duam atë. Dhe përderisa ka dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na don dhe ne, po dhe ne e duam atë mal. Dhe kur themi kështu, kur e shohim për momentin, por mos harrojmë se mali i Uhudit ka qenë pyetje e Islami mbas Bedrit. Pra mos erdhën në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij,
rreth 2 vite apo 1 vit mbas hijretit janë nisë në mbrapa këto qyfarët e Mekës me ushtri rreth 1313 burra kanë bërë një betejë shumë të ashpër, por elhamdulillah Allahu xhalla xhelaluhu ju dha fitore muslimanëve. Dhe nuk zeshin vend, si me thonë të qafirat, sikur edhe sot që e sulmojnë këtë tim, organizor një tjetër betejë mas 3 vitesh për të hakmarë për Bedrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dha si harriq të madh atyre shahidëve të Bedrit. Edhe atyre që kaluan prej kësaj jete, edhe atyre që mbetën gjallë, të gjitha janë prej banorëve të xhenetit, Allahu ja ka falë gjitha. Dhe masaj ndodhi me shpejtësi betejë e dytë, që një betejë shumë e rrezikshme, por ne do të kuptojmë se një lanie e amanetit, e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne do të na kushtoj shtrenjt deri ditën e gjykimit. Për shembull, nëse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i pastru dhomën vazhdimisht, duhet me i pastru, pa hajt nëse ka herës prej shpunit, apo ka thonë që ujin pije ullur, duke qenë i qetë, apo laj dorët para bukës, apo thoj bismillah para se të hash bukë dhe alhamdulillah masi të mbarojsh, edhe të kujdesësh, të hysh në shtëpi, kamën e plak, t'i veshësh rrobat me kamën e djathtë, shumë sunetet tjera, apo edhe thojt në përvësit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte edhe problemi që qenë një disfat e madhe, një telashe e madhe me betejën e Uhudit. O inshallah, më vëlla ditët në kalzoj hoxha e të mirë, zote e përkohë inshallah. I herë të marajnë punë me mesgjidi Kuba. Pra si kur e thadë me qenë gjithë me i pa nëmërin e autobusit, që të mos e rendojmë një në tjetën, sepse kemi paksim shpërblimesh. Pra, marrë abdesit nëse dikush nuk mund të marrë abdesin, sepse do falim namaz dhe që të përfitohet i gjitha shpërblim do të me qenë në abdes. Zoti ju bekohë gjithë inshallah.